Hotelin që lashëm në Amerika se mora një kredit të Banka Amerikane. Këtë gazetarët e botës kanë qenë këtu. Mashimin po, me Salin po, me Edin po, me ambasadorët Amerikanë po. Janë edhe veteranë i luftës. Edhe bila pensionat që nuk du fare. A mush kanë flet njerëzit në karike, për toke. Me ime a plagos në luftë, në mërinë kufi. Pronarin e jashtëzakonshëm i cili 24 orë në është gjendur pranë. E kanë opëru, e kanë drejtu, e kanë pastru, i është bon shërbimi maksimal. Edhe nuk jam pishman fare për shërbimin që i kanë bon. Para Amerika, po qendra e medias botërore ka qenë. Hoteli ka 28 vjet që është në punë. Hotelin që lashëm në Amerika se mora një kredit të Banka Amerikane në Tiranë 92. Me që se mora kredin, dhe gritin s'kam lekt, pak në tila emnin, se... Mora kredin, vazhdova biznesin, avash, bona trekatëshën, punova me ta, vazhdova të këtë jeta, komon kredi, shli kredin, me punëtorët, me njës në punë, punëj normalisht, si pas regullave të shtetit e standardeve të ofru europiane. E du mënë, a ju ka po përshtypje këtë njerëzë që më arë pasaj? Po, ka po përshtypje, si të mos në kone luftës Kosovës, ka pas shumë këtë gazetarët e botës kanë qenë këtu. Kanë qenë gazetarë nga matë ndryshëm, si nuk ikshin për i këtuës, edhe për jemët, për garancisë, për mirëpritjes, për respektit, përfundimisht në kohën e krizës të Kosovës, gazetarët kanë ngellë shumë të knaqëm, tash po vinë prapë edhe gazetarët nga gjithë rajonet e Europës e të botës, po vinë e vizitojnë prapë Amerikën, tash ai kohë, për shembull, që kanë pa ardhur në atë kohën e filmimeve të luftës të OÇK-s. Kjo lëvizja e këtyre liderëve vinë të hotelit, të lokali, si pas agjendës që kanë bëjnë takime, këtu masi bëjnë takimet, për shembull, flenë këtu për shembull, edhe është për Amerika, për Kukës, është një ndër pikat kryesore të strategjisë, punës e organizimit të rrethit Kukësit. Me të shohë foto me Ramushin aty? Me kretë, me Ramushin, po me Mashimin, po me Salin, po me Edin, po me ambasadorët Amerikanë, po me ambasadorën e SBA-s, po me ambasadorën Amerikanë, po këtu në bilon është edhe Komiteti Europian që ka qenë Komiteti Europian, Javier Solana ka firmuar poemin tem për mirëpritjen që është bërë 4 vjet Komiteti Europian. Recep Mejdani, Lim Preti, Arviz Duja, ambasadori prapë Amerikan, edhe tjetër, ma kryesorja është edhe se janë edhe veteran i luftës në nacionalizim të Kosovës. Për shembull, ajo certifikata e Agim Qekut, që janë ministër Kosovës. Për kontributin që kom dhanë në kone e luftës. Ma është dhanë dhe më vlerësimi, edhe bilat pensionat që nuk du fare, leo njerëzit s'kanë nevojë për pension. Këtu për shumë e zamë, 2 ditë, 3 ditë të para, me Kosovarët, Bar Amerika atë natë që kënë këto nuk ka pasë përveç se ujqesh, me asë njësë në këto kretë, ja kom falë njerëzit. Të në për shpia, në për këto, në për hotel, në për vend. A mush kanë flet njerëzit në karike, për toke, në shpia, në hotel, a mush totalisht me njerëz. Masë në ardhën të sistemuat, të net një avë, 3 ditë, të larguat, të ikë në për rreth e tjera, të ikë në për familje, edhe kam mojtë atë kontaktin, që thënë të kanë një bukë e dhamë, për shembull, e atëherë, mësë mikë pritjes atëherës, masë në vazhdutën koha e atyre gazetarëve. Shtabi i OÇK-s, i Kosovës, ka pas shpinë temën ka tonë atje, edhe pikë takimet i kanë bërë këtu, bile teshat ushtarë, për me njoftë Amerikani, Amerika, Kosovën, se ka OÇK, i kanë vesh teshat këtu të lokali jam, edhe kanë bërë prezentimin. Reki këtu të përcjellë, të pritë, të shku, vëshin njerëzit për shpisë i këshum ka tonë, vëshin fleshin këtu, 3 natës, i këshin për shemë për... Nërështë puna, aji që bën punën. Aji që bën punën, aji du të vlerësohet. Amerika vlerëson ata që bën punën. A ke qenë Amerikë të vetë? Unë ja, se më konë. Halo? Ja, se më konë. Pronarin e jashtëzakonshëm i cili 24 orë në është gjendur pranë
do me thonë me furnizime, me ujë, me bateria, me zbateria. Vllafin se thash pak. Edhe sa është akoma gjolle dhe përshëndesim nga studio, vërtet ka 200 Bar Amerika ishte Ki ambasadori. Bar Amerika, po qendra e medias botërore ka qenë. Po pra tregon çu ka qenë historia me Milaim Zekën. Çka ka ndodhur me Milaimin? Milajmi ja plagos në luftë, në morin, në kufi, kena shku e kena marrë, e kena pru këtu, e kena mjeku këtu, ka ardhur doktorë këtu, e kanë operu, e kanë drejtu, e kanë pastru, e kanë rregullu, e kanë lidh, ato me fashat në senet, edhe në kama kanë i plagosur, edhe përfundimisht mas një javë edhe ditëve ka fillu me zonë kamën në tokë, ashtu është. I është bon shërbimi maksimal. Edhe unë nuk jam pishman fare për shërbimin që i kom bon. Jo vetëm ati, po edhe nështë edhe njerëzit tjerë, për shembull kosovarëve tjerë në atë kohë.